Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se shihemi. Do të flasim sot për një term tjetër në fenë islame, do të flasim për bidatin. Çfarë është bidati? Çfarë nuk kupton ky term? Çfarë peshe dhe çfarë rreziqesh paraqet bidati? Cila është pesha e bidatit dhe si duhet të kujdesemi ose si duhet të ruhemi nëse kjo është diçka e dëmshme për fen ton. Të gjitha këto do të na shpjegoj Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vjen. Hoxh, a mund të bëjmë një përkthim të këtij termi, një përkthim terminologjik dhe etimologjik ashtu siç ne e kemi tashmë traditë të këtij emisioni? Është vërtet që përdoret shumë në ligjërimet fetare, në librat e fesë, në teologji përdoret shumë, flas gjithmonë në pjesën islame, trajtesën islame të fesë dhe besimit. Në kuptimin le të themi etimologjik të fjalës nuk kupton inovacionin ose të rend, diçka që është e shpikur. Ndërsa në kuptimin terminologjik, çdo disiplinë, çdo veprim, çdo adhurim që bëhet pa argument ose pa një shembull të mëhershëm. Pra, nëse do ta përshtatshim më mirë gjuhën shqipe, nuk kupton sajesën. Pra një adhurim që nuk ka bazë, nuk ka argumentin fetar. Sepse kemi një parim shumë interesant që, si më thënë, e ka ruajtur Islamin nga çdo lloj futje të huaj, sepse Islami është feja e pastër e ardhur nga Zoti dhe çdo lloj, le të themi, sajesën të shtesën të e dëmton, ashtu siç edhe paksimi apo heqja prap e dëmton. Pra Islami është i plot. Ai është i plot. Çdo gjë që mundohemi ti shtojmë, vetëm se e deformojmë ose shtojmë një të huaj, nëse mund të themi. Në surën El-Maide tha El-yawma akmaltu lakum dinakum, e plotësova, pra është plotësuar feja dhe besimi. Për këtë arsye thoshte Imam Malik ibn Anas, një njeri që pretendon se në fe ka sajesa të mira, pretendon se Muhamedi, bekimet e Zotit qofshin mbi të, nuk e ka bërë punën ashtu siç duhet. Kështu që sajesa në fe, ky është përkthimi më i saktë, sajesat ose shtesat në fe janë të gjitha, le të themi, anekset, të gjitha disiplinat, të gjitha inovacionet në rite, në adhurime, për të cilat nuk ka argument. Është ndryshe kur diçka ka ekzistuar, pastaj argumente për të, pastaj ka fjetur, pastaj dikush e ka ringjallur. Në këtë rast kemi rigjenerim ose ngjallje të sunetit. Po mund t'i thuhet edhe në kuptimin gjuhësor bidat, pra diçka e re me kuptim që ka ekzistuar për 100 vitesh. Për shembull, prej bidateve në kuptimin pozitiv është akika. Akika në traditën, le të themi, ballkanike nuk ka ekzistuar si koncept shumë. Ndërkohë që është futur më të madhe, po faktikisht akika, pra kurbani që bëhet kur lind fëmia, është bidat në kuptimin fetar apo është bidat pa inovacion, risi në kuptimin gjuhësor? Është në kuptimin gjuhësor. Pra mund të thuash bidat i mirë, sepse thjesht nënkupton diçka të re që s'ka ekzistuar më herët, ndërsa në kuptimin fetar nuk është as pak bidat. Pse? Sepse akika, pra therrja e kurbanit kur lind fëmijë, ka ekzistuar në kohën e pejgamberit dhe e njohin me dhëbet dhe dihet. Si puna e Omer ibn Khattabit, kur profeti i Zotit, bekimet e Zotit qofshin mbi të, fali namazin e teravive, natën e parë, natën e dytë, natën e tretë, natën e katërt nuk doli, pastaj nuk doli derisa u mbyll Ramazani. Vdiq profeti, paqja e Zotit qofshin mbi të, në kohën e Abubekrit nuk u bë teravi. Në kohën e Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu, Omeri i mblodhi njerëzit dhe tha, pse mos ta falim teravin si në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi tha, unë nuk po e fal teravin më se kam frikë se ju bëhet farz. Atëherë konkluduan se bashkë që ta ringjallin. Një natë, 2 net, anë nga fundi Ramazanit, kur e pa Omeri xhamin plot me njerëz duke fal namaz mbas imamit Ubejit, tha, sa risi të mirë bëra, ose sa risi e mirë është kjo, sa inovacion i mirë është ky. Pra nuk bëhet fjalë këtu, pra a ka në Islam bidat të mirë, lind pyetja? Bidat i mirë, nëse bëhet fjalë për diçka që s'ka qenë, domethënë e vepruar si disiplinë, mirë po ka argument për të, dhe e quajtë bidat i mirë, nuk ka problem. Pra është një rizim i një syneti, nëse mund ta themi, është ekuivalenti i këtij. Bidat i mirë është ekuivalent i synet i humbur. Nëse ne do të themi se bidat do të thotë sajes dhe shtesë në fe, pra të bësh diçka, të shpikësh, të sajosh diçka që nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, kjo nuk mund të jetë asnjëherë e mirë. Dhe këtu lind debati mes asaj për shembull që njerëzit ngatrojnë gjëra. Për shembull, kohën e pejgamberit alayhis salam, xhamiat nuk kanë qenë me kupola.
xhamiet nuk kanë qenë me minar, nuk ka pas mikrofona, ose shkon ekstremi i kundërshtimit, disa njerëzve, mbi bidatin në kohën e profetit nuk ka pas televizor, në kohën e profetit nuk ka pas trena, makina, avion etj. Për kufizimin më të saktë bidatit në kuptimin terminologjik fetar, ja ka bërë vetë pejgamberi alayhis salam kur tha: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Ai njeri që shpik, sajon diçka që se kemi ne, do t'ja refuzoj Zoti. Ai njeri që vepron diçka që se kemi bërë ne, Zoti do ta refuzoj. Pra bëhet fjalë ne në fe dhe në besim. Ndërsa në jetë, në zhvillim, në modernizëm, njeriu mund të eci, mund të bëjë çfarë doj. Madje ne kemi një rast interesant kohën e profetit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam duke qenë si ishte banor i Mekës dhe rritur në Mekë, nuk është se kishin kulturën e hurmave ose palmave se si funksionon. Palmat janë dy llojesh, palmat mashkullore dhe femërore. Dhe kur vjen koha e pllënimit, i marrin le të themi lulet nga palma mashkull dhe e hapin lulen e palmës femër dhe e vendosin brenda dhe e lidhin. Profeti alayhis salam kur shkojnë në Medinë u habit, ç'është ky veprim? Dhe ju tha, pse e bëni ju këtë? Tha, o profeti i Zotit, e bëjmë se kështu funksionon. Jo, tha, s'm duket normale. Këtu ai nuk po fliste fe tani. Vaj mendim drejtin, si më thënë. E tha ata e lanë, sepse menduan se ky po flet në emër të Zotit. Kur i sollën hurmat atë vit, hurmat ishin shumë jo cilësor. Edhe profeti me drejt, alayhis salam pyeti, po pse hurmat këtë vit kështu? O profeti i Zotit pa në ndalove që t'i plenojmë në atë formë. Profeti tha, punët e kësaj bote ju i dini më mirë. Punët e kësaj bote ju i dini më mirë. Pra, pjesën e kësaj bote, zhvillimit, ecjes përpara, ne është lënë e lirë. Çështja e fesë dhe e besimit është lënë që mos të ketë të askush të drejtë që të sajoj, apo të shtoj, apo të rregulloj, apo të përmirësoj. Pse? Sepse në momentin që themi është prej Zotit, ka më të drejtë kush të fusi duart në të. Në momentin që themi është e përsosur dhe vjen dikush dhe bën rregullime, do të thotë se hodhëm poshtë Kur'anin, hodhëm poshtë përsosurinë. Profeti alayhis salam thotë, nuk kam lënë gjë që ju afron me Zotin dhe ju siguron xhenetin, që mos t'u kem urdhëruar apo këshilluar, dhe s'kam lënë gjë që ju largon prej Zotit apo ju fut në zjarr të xhenemit, që mos t'u kem ndaluar ose t'u kem tërhequr vërejtjen. Pra në momentin që profeti thotë, unë e kam bërë detyrën, Zoti thotë është plotësuar gjithçka, është përsosur gjithçka, dhe vjen dikush thotë, jo, këtë ta rregullojmë, ta bëjmë. A e ka ditë profeti një gjë të tillë? Po ndërkohë ka shumë elemente. Do thua, ose e ka ditur ose nuk e ka ditur. E ka ditur, atëherë pse s'e ka bërë? S'e ka ditur, atëherë nëse ai nuk e ka ditur, ti e din më mirë sa profeti alayhis salam. Kështu që ideja e inovacionit ose e risisë apo e sajesës, pra në kuptimin gjuhësor, nuk kupton diçka të sajuar, diçka të shtuar apo diçka të re. Kur themi e re, e shtuar, e sajuar, janë gjëra që vinë afër njëra tjetrës, por kur bëhet fjalë për adhurime, atëherë themi këtu nuk lejohet. Kur bëhet fjalë për fe, për metodika, për forma, nuk. E qemi te metodika dhe te forma, hoshpa. Teknologjia dhe mënyra e jetesës ka pësuar ndryshimet e veta. Çka ka bërë të mundur që dhe shumë, po themi, elemente të fesë të përdoren ndryshe. Që do thotë, sot dikush dëgjon Kur'an përmes radios, një element i cili nuk ka ekzistuar. Kalendarët apo shumë forma të tjera. Pra, a mund të quhet adhurim diçka, një formë e cila nuk ka ekzistuar atëherë, pra siç tham, dëgjimi i Kuranit përmes ose ky emision që ne e bëjmë sot. Po. Atëherë, qëllimi i fesë cili është? Qëllimi i fesë është lexohet Kurani. Dhe nuk ka thënë që du ta lexosh patjetër në letër, sepse kemi dhe memorizim. Qëllimi i emisionit apo i ligjëratave që mbahen është të përçohet feja dhe mesazhi i Zotit. U bë. Thirrja e ezanit me arto për land. Cili është qëllimi i ezanit? Që dëgohet sa më shumë, që hyri koha e namazit dhe njerëzit më herët në kohën e profetit alayhis salam hipten muraj, sepse muri afër xhamisë ishte një mur i lartë, aty ishte pika më e lartë që ai mund të rriste ezanin. Në kohën e Uthmanit e nxirrte muezinin një orë para xumas mes tregut dhe thirrte ezanin mes tregut, që njerëzit kuptojnë që është xhuma. Atëherë ne kuptuam që qëllimi i fesë me ezanin është që të kuptohet që ka koha e namazit.
unë sot si ta bëj këtë? Nëpërmjet ato parlantit. Pra inovacionin shkencor feja e përdor apo e shef po themi me rezerva, pra e shef si aleat apo e shef si asnjëherë nuk e shef me rezerva, përkundrazi e shef si pjesë të vetën. Për këtë arsye nuk ka ndodhur ndonjëherë që të ndodhi diçka le të themi e dobishme për shoqërinë, për jetën që Islami të ketë qëndruar përballë saj kundër. Përkundrazi e ka menjëherë e ka marrë dhe e ka vetë përdorur, domethënë. Kështu që cili është qëllimi le të themi i kalendarit? Që njerëzit të jenë të informuar për kohën e namazit. E bëri. Pra ky është synimi, që njerëzit të jenë sa më të informuar për namazin. Kështu që nuk ka përplasje dhe nuk do të thotë domethënë që shfrytëzimi i gjërave të reja të nënkuptoj bidatin. Se dëgjojmë shumë njerëz që thonë nuk e ka bërë profeti Elesam. Këtë që bën ju se ka bërë profeti. Pra, praktikisht në këtë formë që ju bëni, se ka bërë profeti. Dhe për një moment stepe, ashtu vërtet profeti nuk e ka bërë këtë veprim në këtë formë. Po, është përmbajtja ndoshta është e njëjtë. Domethënë, qëllimi i gjës cili është nëse ne do të falshim namazin e drekës 5 rekat, ai ka drejt, se ka bërë profeti. Mirë po, mënyra se si vishet njeriu, mënyra se si han, mënyra se si pin, mënyra se si sillet në jetë, vetë profeti alayhis salam e ka lënë të lirë. Unë do të jap një shembull, le të themi pak si ekstrem. Profeti alayhis salam vishte xhelabie, le të themi rroba më e ngjashme, është kjo, le të themi këmisha e gjatë arabe. Ndërkohë që edhe Ebu Xheli, kundërshtari i tij, vishte të njëjtën rrobë. Vetë profeti alayhis salam kur i vinin rroba, për shembull le të themi nga Afrika ose kur i vinin nga vende të tjera i vishte, thjesht për treguar që nuk është tek rroba gjëja. Gjëja është tek feja dhe tek besimi. Pra, tek adhurimi nuk mund të ketë tolerancë. Tek le të themi jeta, tek zhvillimi, tek metodikat nuk ka asnjë problemi. Përveç se nëse ka një formë të caktuar të orientuar nga vetë profeti, atëherë këtu përsëri futemi në atë që quhet shpikje ose sajes. Pra, për shembull, le të themi, profeti alayhis salam falte 2 sunet të sabahut përpara dhe pastaj falte farzin e sabahut. Kjo është një formë profetike. Ti nuk mund të vish sot dhe të bësh 2 farzet e sabahut dhe mbas farzit të bësh sunetin. Nuk mund ta bësh një gjë të tillë sepse, domethënë, ke bërë diçka që nuk e ka bërë profeti alayhis salam, pavarësisht se janë aty edhe farzet dhe suneti. Jo po unë për shembull u futa në xhami dhe po thirrë ikameti, kjo është çështje tjetër. Dhe e falem mbas farzit, nuk ka asnjë problem, nuk po flasim për rastet, le të themi, përjashtuese ose për rastet e veçanta, ne po flasim për rregullat. Rregulli është rregull. Kështu që bidati, le të themi, ose sajesa në fe bën fjalë vetëm për, le të themi, adhurimet në momentin që njeriu shton apo le të themi sajon më mirë. Ky është termi më i mirë, sajon diçka, bëhet fjalë për gjërat të cilat janë të përcaktuara në formë, janë të përcaktuara në kohë, janë të përcaktuara në mënyrë, atëherë këtu nuk mund të dalim. Pjesa tjetër pastaj është e lirë, nuk ka asnjë problemi. Ndërkohë, a mund të bëjmë një ndarje të bidati? Pra bidati nuk është edhe kaq e thjeshtë, pra ka ato ndarjet e veta sepse edhe efektet e tij pastaj janë jo vetëm thjesht në sajesa momentale, por mund të ndoshta edhe në deviacione të komplet jashtë fesë. Si ndahet, si kategorizohet bidati? Atëherë, le të themi bidati, sajesa në fe është 2 llojesh, sajesa në akide ose në doktrinë dhe sajesa në adhurime. Pra ka dhe bidate në koncepte tashmë, në mënyrën se si besojmë. Po, pra jo vetëm risi kështu, po themi në formë, por se dhe risi në... Edhe risi në akaid. Për shembull, le të themi, të jap një shembull thjesht, pastaj të futem sërish në terma. Therja e kurbanit në përvarret e shenjtorëve ose evlijave ose në vendet e mira që quhen lart në përmat lekod, drafusha etj. Kjo është një risi në akide, në besim. Pra ke bërë diçka që se ka bërë profeti alayhis salam, as sahabët përkundrazi ka transmetime që thotë mallkuar qoftë ai njeriu që therr kurban për dikë tjetër jo për Zotin. Pra, këtë kemi në adhurim. Për shembull, le të themi një formë e caktuar që nuk ka ekzistuar në kohën e pejgamberit alayhis salam, thjesht tani njerëzit po e bëjnë se ka mbetur si tradit, po jo kështu e kemi trashëguar, jo po kështu e kanë bërë njerëzit bezmasbeze të tjerë. Pra mund të jetë në adhurim. Atëherë bidatet, le të themi, më të rënda që ekzistojnë, le të themi, në pjesën e doktrinës, janë bidatet e mëdha të hawarijve, murxhive, do të themi si terma avash,
Rafidhive, Xhebrive, Kaderive edhe Mu'tezilve. Pra, si më thënë, këto kanë kryer edhe grupime tashmë. Epiqendrat e sajesës në fe janë pikërisht këto gjashtë piketime. Pra janë Hawarixhet. Hawarixhet çfarë i karakterizon? I karakterizon bërja jo besimtar ose shpallja jo besimtar e njeriu qoftë edhe për një mëkat. Për gjuna, bërë gjuna je qafir, pra je i pa fe. I karakterizon dalja kundër anarshia. Pra anarshia, këta njerëz janë njerëz që vazhdimisht krijojnë anarshi. Vim tek Rafidat. Rafidat janë, le të themi, ata të cilët mallkojnë shokët e profetit, nuk pranojnë, pra le të themi, pozitën që Zoti i ka falë shokëve të pejgamberit alayhis salam, kalojnë në një besim ekstrem në raport me Imam Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, apo me familjen e profetit alayhis salam, raporte ekstreme për sa i përket besimit në Kur'an që ne besojmë, apo besimit se bota, domethënë, pret Imam Mehdiun i cili do të nxjerrë sahabët nga varret e tjerë gjëra të cilat janë. Pra shpikje dhe shpifje njëkohësisht. Po. Kemi le të themi sajesën ose bidatin e murxhive. Çfarë janë murxhit? Ata të cilët thonë mjafton njeriu të besojë edhe po s'bëj asgjë. Pra po besoj me zemër, edhe po nuk tha asgjë, edhe po nuk foli asgjë, ai është besimtar. Po si thonë adhurimet thjesht janë si vezëllimi për arin. Pra si është ke një thesar ari, kur e pastron vezëllon më shumë. Ky është pozicioni i adhurimit, sepse me të vërtet besimi është në zemër. Do thuash të shqiptarët, ose një pjesë e mirë shqiptarët që kanë si murxhie. Kështu janë. Kemi pra Hawarixhet, Rafidhat, kemi murxhiet, kemi Kaderit. Kaderit janë ata të cilët thonë që njeriu i bën gjërat vet dhe Zoti i ka lënë një liri absolute njeriut, madje edhe Zoti i shkruan gjërat dhe i din gjërat masi i bën njeriu. Pra Zoti nuk e di se çfarë do bëj askush, vetëm pasi e shef. Pasi e bën njeriu. Pra kanë shkuar tek pjesa e vullnetit të lirë, po kanë kaluar në ekstrem. Sepse edhe ne besojmë në vullnetin e lirë, po jo kaq ekstrem. Kemi përballë këtyre kemi murxhiet, kemi xhebrit, ata të cilët thonë që njeriu është i komanduar, s'ka asgjë në dorë, njeriu është, si më thonë, si një robot, s'ka vullneti i tij, është i komanduar nga Zoti, kështu që pra është i destinuar është i destinuar për shkuar në xhenet nga Zoti ose për shkuar në xhenet nga Zoti. Vetë njeriu është si më thënë një kukull apo një robot. Kemi Mu'tezilët. Mu'tezilët janë ata të cilët domethënë kanë devijuar në pjesën e futjes logjikës përpara argumentimit fetar. Pra, ja bëjmë analizën. E kapim, se kapim. E kapim, e pranojmë. Se kapim, e interpretojmë. Dhe konsiderohet, domethënë, një nga grupet e hershme që kanë ekzistuar. Pastaj të gjitha degëzimet që kanë ardhur, le të themi, siç tha profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të, që në këtë met do të ketë 72 grupe. Të gjitha degëzimet e tjera që kanë ardhur më vonë kanë lindur pikërisht nga këto 6 degëzime kryesore. Pra, Hawarixhet janë ndarë në 12 grupe, Rafidhit janë ndarë në 12 grupe, Murxhiet janë ndarë në 12 grupe bazike, se më vonë ato grupe janë ndarë në 9 grupe. Po kështu Kaderit, po kështu Xhebrit, po kështu Mu'tezilët, pra 6 herë 12, 70. Pra pjesa e sajesës dhe e bidatit nuk qenë ka që thjesht, edhe pse profeti alayhis salam qarta si ka thënë se feja është e plot, duke sikur ka një tendencë njerëzore ose në thonjza djallëzore vazhdimisht për të deformuar atë çka është. Cilat janë burimet e këtyre? A është ignoranca apo është dashakeqësia? Unë mendoj që shumë prej njerëzve janë viktimë e traditës, e të kaluarës, pastërtia, viktim, pra ignoranca. Por në origjinën e tyre nuk ka dyshim që qëndron një dorë e huaj. Në të gjitha themelimet bazike që ne përmendëm, ka një dorë të huaj nga jashtë. Pra tendenca me qëllim për të deformuar. Sepse, pra jemi në një fazë që në kohën e Osman ibn Affanit, përhapja e Islamit arriti deri në Evropë, përhapja e Islamit arriti deri në Rusi lart, përhapja e Islamit arriti deri në muret e Kinës. Pra, domethënë bëj fjalë pa kaluar 40 vjeçari i parë mbas vdekjes profetit.
atëherë mendjet e ndritura nga jashtë e panë që është e pamundur. Atëherë le të shfrytëzojmë dobësinë njerëzore për pushtet, për para, duke i bërë mveshje fetare, edhe me të vërtet pati sukses. Domethënë Hawarixhët bën kërdin në shokët e Profetit alayhis salam, Rafidhit bën kërdin në shokët e Profetit alayhis salam, dhe të dyja grupet ishin në parullën e dashurisë për Zotin apo lartësimit figurave të sahabëve, apo kush e meriton, kush nuk e meriton etj. Pra, u bë sebeb, le të themi, një dorë e huaj, dëshira për pushtet, dëshira për pasuri, u shfrytëzua me ngjyrime fetare dhe ndodhi ajo që ndodhi. Dhe kjo ndodh vazhdimisht. Domethënë kur njeriu nuk është i sinqert me Zotin e tij, bie viktim. Bie viktim e dëshirës për pushtet, e dëshirës për famë, e dëshirës për pasuri, apo edhe për gjëra të tjera, e si pasojë lindin, le të themi këto, pastaj ndarjet e nëndarjet e grupet, e nëngrupet, e tarikatet, e nëntarikatet dhe kështu me radhë. Ndërkohë ne bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish pikërisht me detaj e kësaj teme, ndërmjet shihim pas pak pjesën e dytë. Rikthehemi sërish miq, po flasim për bidatin, për risinë në fe. Hoxhi përmendët në pjesën e parë për risinë në koncepte, në besim, në akide, siç e thatë dhe ju. Ndërkohë kemi edhe risinë në adhurim, thatë. Çfarë nënkupton risia apo bidati apo sajesa, apo thënë ndryshe shpifja në raport me adhurimin? Domethënë njeriu, domethënë sjell një metodë ose një disiplinë ose një formë ose një numër, ose le të themi një detaj ndoshta. Ëh? Ndoshta edhe një detaj, ndoshta një detaj që faktikisht nuk ka ekzistuar në kohën e Profetit alayhis salam, ose nuk e kanë bërë pejgamberët e sahabët, apo nuk është e njohur tek të parët tanë si metodikë. Pra, le të themi, bën një adhurim ose brenda adhurimit, domethënë bën një rregullim që faktikisht nuk ka pse të ndodhi, sepse nëse do të ishte nevojshme, do ta kishte bërë Profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të. Normalisht që nuk është kjo e dyta si e para. Ka dhe një klasifikim tjetër për bidatin. Bidate ose sajesat që e nxjerrin njeriun krejtësisht nga feja, dhe bidate që nuk e nxjerrin njeriun nga feja, po thjesht, domethënë ai ka bërë një bidat. Bidatet që e nxjerrin njeriun nga feja janë të gjitha bidatet të cilat çojnë në mohim të diçkaje që është thënë në Kur'an apo në Sunet, siç e thash, pra ka bidate që e nxjerrin njeriun krejtësisht nga feja. Mirë, po ka bidate që nuk e nxjerrin njeriun nga feja, po faktikisht njeriu e bën që të meritojë emrin bidatçi. Pra ai quhet e bëj gabimtar. Gabimtar, po. Ndërkohë në një hadith të Profetit alayhis salam thotë se ummeti im pra do të ndahet në 73 grupe, dhe 72 prej tyre do të jenë humbje, do të jenë në zjarr. Vetëm një prej tyre do të jetë. Ato thotë se ummeti Muhamedit alayhis salam do dominohet nga bidati dhe nga humbja. Pra më tepër do të jetë në një, po themi, mes sajesave sa mes të vërtetës. Atëherë, në radhë parë përpara se të përgjigjem, duhet të jap një sqarim më, le të themi, më korrekt mbi hadithin. Hadithi nuk nënkupton që këta njerëz patjetër duhet të përfundojnë në zjarr të xhenemit, sepse pjesa më e madhe e njerëzve nuk din, pjesa më e madhe e njerëzve ashtu e kanë marrë fen, pjesa më e madhe e njerëzve janë tek pjesa e traditës, kështu që ti nuk mund të flasësh në këtë gjuhë e para. E dyta, fjala e Profetit sallallahu alajhi wasallam, ummeti im, pra nuk i quaj ti jo besimtar, ummeti im do të ndahet, pra nuk i përjashtoj nga qenia ummetit ti. Pra ngelen musliman, ngelen pjesë e traditës profetike. Të kemi pjesën tjetër që është arsyetimi i njerëzve. Pra ne kemi një kapitull të rëndësishëm në Islam që është arsyetimi me mosdije. Ne madje edhe le të themi masat popullore të rafidhive nuk i shpallim jo besimtar. Ato që janë grupe të humbura. Absolutisht. Pse? Sepse masat janë të pafajshëm. Tjetra, ka shumë transmetime të tjera që Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, tregon se ummeti i tij është i falur. Ummeti i tij është i falur. Ne do të kënaqim ty o Muhammed në ummetin tënd, se një natë ai po qante për ummetin e tij. Ose hadithi tjetër që tha Zoti i Madh më garantoi që 3/4 të ummetit tim do ta fitojnë xhenetin, domethënë e sigurt. Ose hadithi tjetër që tha 80 rrjeshta nga 120 rrjeshta të ummetit tim do të jenë
në xhenet, në parajs, do të thonë bëhet fjalë për futjen e parë, jo për futjen e mëvonshme. Kështu që të gjitha ose tha Zoti im azabin e xhenemit, pra dënimin e botës tjetër, ummetit tim ja ka lënë në këtë botë. Pra do të thonë në botën tjetër do të jenë shumë të falur dhe shumë të toleruar. Shumë arsye në këtë fe që njeriu të jetë i falur dhe i mëshiruar. Nata e Kadrit, shumë arsye në këtë fe. Agjërimi, namazi, ka shumë gjëra që njeriu të jetë arsye time. Pra, haxhi, bërja e haxhit. Ai tha, kush e bën haxhin, duke i shndruar korrekt rregullave të haxhit, Zoti do ta nxjerrë nga haxhi si ditët që ka lindur nëna e tij. Nuk tha e ka bërë bidat, ai flet për botën e mëkatet dhe botën e gjunave, sepse bota e bidatit ose koncepti i bidatit është shumë i vështirë për t'u kapur nga të gjithë njerëzit. Sidomos kur përzihet në pjesën e traditës. Dhe shumë njerëz kur ti i thua kjo është bidat, thot pse kur e kanë bërë të tjerët, është trashëguar brez mas brez, pse nuk e kanë ditë ata dietarët më herë. Pra është shumë e vështirë për t'u konceptuar dhe për t'u kapur pjesa e bidatit. Nuk është si puna e haramit. Alkooli është haram, atë e kap ai që di shumë dhe ai që nuk di shumë. Mishi i derrit është haram, atë din gjithë, kurse bidati është shumë vështirë për të perceptuar, sepse është çështje që ka vesh atë petkun e fesë, shpesh dhe është vështirë për të ndarë. Prej komentimeve dhe prej interpretimeve interesante është dhe fakti që kur themi në 72 me 1, kjo 72 nuk do të thotë që janë më shumë se sa njëshi, sepse bëhet fjalë për grup. Pra, nëse themi për shembull kemi 10.000 njerëz. Nga këto 10.000 njerëz, 9.900, sa bie, 9.330 janë një grup dhe 72 nga kjo një mishe janë grupi tjetër. Pra janë 72 grupe. Pra i bie 72 persona të jenë 72 grupe dhe 9.330 sa i bie pjesa tjetër, domethënë 9.928 të jenë një grup. Tani kush është më i madh? Ky njëshi apo janë këta 72? Për 73 grupe nuk kemi pse i ndajmë numerikisht në mënyrë të njëjtë. Nuk është të thënë që të bëhet ndarje simetrike. Ajo është ndarje, domethënë që ka të bëjë me besimin e pastër. Dhe shumica e ummetit është me besim pastër. Po edhe nëse nuk e kanë besimin e pastër, janë të arsyetuar. Për këtë arsye për gjëra më të bukura që tregohet, domethënë Imam Dhahabiu tregon në librin e tij, në një nga librat e tij që flet mbi biografitë e transmetuesve, dhe kur flet për Sira Alamin Nubela, kur flet për jetën e Imam Ebu Hasan el-Ashariut, thot në shtratin e vdekjes i mblodhi ato studentët e tij, sepse Imam Ebu Hasan el-Ashariu në jetën e tij ka kaluar në tre stade ose 3 periudha. Në fund të jetës sa unë jam me besimin e Imam Ahmed ibn Hanbelit, dhe jetoj me besimin e Imam Ahmed ibn Hanbelit, besoj se Zoti është mbi arsh etj etj. Në shtratin e vdekjes i mblodhi nxënësit e tij dhe ju tha: "Dua t'ju bëj dëshmitar se unë nuk shpall si jo besimtar asnjë prej njerëzve që i drejtohen Zotit dhe i falin namazin nëpërmjet kiblës, pra i drejtohen kiblës. Pavarësisht shprehjeve të tyre që kanë bën me Zotin, sepse asnjëri prej tyre nuk ka dashur vetëm se lartësimin dhe vlerësimin e Zotit." Imam Dhahabiu, nxënës i tij Ibn Taymiyes, tha: "Dhe profesori ynë Ibn Taymija kështu thoshte." Dhe thoshte: "Profeti, bekimet e Zotit qofshin të, besimin dhe mosbesimin e ka lidhur me namazin, me abdesin dhe nuk e ka lidhur me këto koncepte." Kjo është brillante, kjo është fantastike. Njerëzit, ummeti ose pasuesit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duhen trajtuar me këto koncepte mëshire dhe dhimbshurie që Zoti e solli për këto koncepte profetin sallallahu alajhi wasallam dhe jo me koncepte të ngurta dhe koncepte ndarëse dhe një lloj mlefi dhe dëshire që e bëri bidatin, shkojnë xhen. Kjo nuk mund të jetë pjesë e një kulture të një besimtari që ka kuptuar mesazhin se përse Zoti e solli profetin sallallahu alajhi wasallam. O Muhammed, ty të sollëm për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për gjithë botrat, për gjithë njerëzimin, e jo më për njëri tjetrin dhe për vllajën tënd që fund fare ai mendon diçka dhe ti mendon diçka tjetër, por në fund fare kur falemi bashk, kur lutemi bashk, xhuman e falim bashk, bajramin e falim bashk, Ramazanin e bëjmë bashk, pas ka sens. Po, është e vërtet që duhet të ketë debat të vazhdueshëm, duhet të ketë dialog të vazhdueshëm, duhet të ketë absolutisht. Kjo vetëm se
i jep jetë dhe e gjallëron dhe nuk e lën le të themi konceptin e besimit të vdesit dhe të kthehet në diçka e vdekur. Përkundazi. Dhe kjo është mirësia. Vazhdimisht ka debat, vazhdimisht ka këndvështrime të ndryshme, vazhdimisht kemi argumentime kundër argumentime dhe kjo e bën gjallë, dhe kjo e mban gjën gjallë dhe tregon se ka aktivitet. Mirhosh, le të ndalemi pak më tepër te ky element, pra tek ndarja mes bidatit dhe bidatçiut. Pra, ndoshta dikush bën një bidat, po nuk është bidatçi, sepse u tha që ka njerëz që nuk din ose thjesht për inerci ose thjesht për tradit. Pra, si duhet t'i ndajmë pra vepër nga vepruesi dhe si duhet të sillemi me personin cilin e shohim qartasi se në adhurimet e tij ka sajesa dhe ka kemi dy pyetje në një. Kemi dallimin mes bidatit dhe bidatçiut dhe kemi pyetjen se si ta trajtojmë, si cilën. Si ta trajtojmë. Jo çdo njeri që bën bidat quhet bidatçi. Dhe këtu ne kemi një ekstremizëm fatkeqësisht të shfaqur kohëve të fundit në mesin e muslimanëve në raport me se cili quhet bidatçi. Pra mjafton që njeriu të bëjë një gabim vetëm apo një bidat vetëm, menjëherë ai shpallet bidatçi dhe aplikohen mbi të rregullat ekstreme të mënyrës se si duhet sillemi me një bidatçi. Ndërkohë që fetarisht jo çdo njeri që bën bidat është bidatçi, ashtu siç themi ne çdo njeri që bën kufër është kafir. Njeriu mund të bëjë kufër pa e ditë, pa dashje, pa qëllim, interpretimi i gabuar, por nuk do të thotë që është kafir. Edhe njëjta gjë, njeriu mund të bëjë bidat, por ai, domethënë, nuk është se është ftues në bidat, edhe po që ftues në bidat, varet se për çfarë bidati është ftues. Për këtë arsye, le të themi, unë mendoj që për kufizimin më të mirë se cili person meriton titullin ose të quhet bidatçi, ka thënë Sheikhul Islam Taymija. Thot Ibn Taymija, nuk meriton të quhet si bidatçi vetëm se një person i cili është i kapur në një nga pikat e bidatit, që është bidati i havarizhve, bidati i rafidive, bidati i murxhive, bidati i kaderive, bidati i xhebrive ose bidati i mu'tezilëve. Nëse njëri ka një nga këto 6 njolla, meriton që të quhet bidatçi. Nëse është i impleksur ose i njollosur me një nga këto 6, le të themi, njolla dhe është i vetëdijshëm dhe është ftues, quhet bidatçi. Nëse nuk është i vetëdijshëm, nëse nuk është ftues, po thjesht kështu e ka marr, nuk mund të quhet bidatçi. E jo më nëse bëhet fjalë për bidate të vogla apo bidate siç mund ndodhin dhikre me xhamat apo gjëra të tjera, nuk mund të quhet njeriu për një gjë të tillë bidatçi derisa ta ketë një nga 6 pikat që ne i përmendëm që konsiderohen pikat, le të thënë, referuese ose njollat më të këqija. Nëse është pastaj një bidat që ka të bëjë me akiden dhe besimin, siç ndodh me disa tarikate, të cilat janë krejtësisht jashtë shfaqjes dhe besimit, pra nuk futen te këto 6, mirë po kanë problematika të tjera, siç është për shembull, le të themi, kërkimi ndihmë nga të vdekurit, kërkimi mbrojtje nga të vdekurit, lidhja nëpërmjet të vdekurve, bërja kurban tek të vdekurit, rrotullimi rreth varreve e tjera të Pra kryesisht tarikatet kanë deviacion në koncepte dhe në adhurime. Pra jo të gjitha, sepse ka prej tyre që janë shumë afër, për shembull ka prej tyre që nuk i pranojnë këto gjëra, thjesht i kanë disa bidate në dhikr ose në disa forma. Këta nuk mund trajtohen si ata të cilët shkojnë dhe bëjnë kurban tek varret apo i kërkojnë të vdekurit ndihmë apo forcë apo fuqi apo pra nuk janë të gjitha njësoj, domethënë nuk mund të përfshihen të gjitha njësoj, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Duhet që kur ta analizojmë një tarikat apo një grupacion, duhet të analizojmë në detaj dhe mos të flasim në formë të përgjithshme. Sepse në formë të përgjithshme mund të bëjmë padrejtësi disa të tjerë që s'kan lidhje fare ndoshta me kur thoni që kur analizojmë, do thotë që ka drejt çdo kush të hyjë dhe të bëjë analiza të kësaj natyre apo flasim vetëm për hoxhallar dhe trajtesa, sepse gjejmë që në masë, pra është bërë ndonjëherë dhe trend kështu dëshirë për të folur për gjëra universale. Absolutisht jo. Domethënë duhet të flasim për këtë temë vetëm se njerëzit e dijes, të cilët janë të thelluar në çështjet e Islamit dhe jo çdo njeri mund të flasë për këto tema. Absolutisht, sepse bëhet fjalë këtu tani të etiketosh dhe të emërtosh apo të vësh etiketën një grupi, një tarikati, absolutisht nuk mund të jesh përgjithësues dhe nuk mund ta bëj çdo njeri këtë punë. Është njësoj si çështja e tekfirit, ashtu siç jo çdo kush mund të shpalli dikë jo besimtar qafir, individ apo grup, është e njëjta gjë edhe për të shpallurit bidatçi të një tarikate apo të një grupi. Çfarë pasojësh ka nëse përhapet kjo tendencë kështu pa gjithë secili flet për bidatin dhe bidatçiun, sepse kemi parë shpesh që ka pas dhe keqkuptime dhe konflikte dhe shpifje dhe akuza
duke qenë se njerëz pa dije kanë folur dhe kanë bërë analiza të kësaj natyre. Kjo do të çojnë përçarje, kjo do të çojnë ftohje, kjo do të çojnë shkatrim të ummetit. Pra njerëz të cilët ndoshta pa qëllim dhe pa dëshirë, po bëjnë atë që faktikisht le të themi kundërshtari do të paguante me mijëra dhe me miliona për ta bërë, që është shkatrimi i unitetit dhe i vllazërisë muslimane, islame le të themi. Ndërkohë në përfundim le të ndalemi edhe një herë pra tek pjesa e bidatit dhe bidatçiut, pra mes veprës dhe vepruesit, pra si të sillemi dhe si ta trajtojmë një person që në pamje të parë shohim se ka diçka që nuk është pjesë, ka një veprim pra e cila nuk është pjesë e praktikës profetike. E para shohim se ku është problemi, pra nuk mund trajtohet çdo bidatçi në të njëjtën formë dhe mënyrë, dhe shihet pastaj dëmi dhe dobia, çfarë fitohet dhe çfarë humbet. Pra nuk mund të ketë një trajtim le të themi fiks se si trajtohen gjërat. Gjërat shihen në interes të Islamit dhe të muslimanëve, në interes të thirrjes në Islam. Pra unë nuk do të shikoj asnjë lloj ndasie kur do të përballem me ateizmin, kur do të përballem me besimet e kohëta, kur do të përballem me diçka që bie ndesh në thelb me besimin tim. Nuk mund të shoh asnjë lloj ndasie. Përkundërse kam për obligim që të jem në një rresht, të jem në një saf. Është çështje tjetër se çfarë diskutojmë dhe si diskutojmë ne me njëri tjetrin. Po kur bëhet fjalë për thirrjen në Islam, kur bëhet fjalë për ftesën në Islam, atëherë kjo është çështje tjetër komplet. Kështu që nuk mund të ketë një trajtim, domethënë fiks. Dhe është çështje tjetër kur kemi të bëjmë me një xhilafet, ku çështjet orientohen nga i pari i vendit, nga i pari i muslimanëve, ai pastaj ka rregulla të tjera dhe forma të tjera. Dhe ky është problemi. Shumë prej njerëzve do thonë marrin disa fjalë të shkëputura të Imam Ahmed ibn Hanbelit apo X-it apo Y-it, të thëna në kohë të tjera dhe duan të zbatojnë në këto kohë ku kohët janë krejt ndryshe dhe ambienti është krejt ndryshe. Për këtë arsye domethënë po të shohësh, le të themi, dietarët e mëdhej në rrugën e të cilëve ne ecim, absolutisht nuk kanë qenë kaq, le të themi, të prerë dhe kaq ekstrem në trajtimin e tjetrit për mendimin e tij, apo edhe nëse ka qenë bidatçi. Sepse ka fusha të tjera, ka shumë gjëra që neve na bashkojnë. Dhe nuk mund të jetë, domethënë, bërja e bidatit për dikujt shkak që unë të ftohem prej tij apo të largohem prej tij apo të tërheq vërejtje njerëzve prej tij. Ndërkohë që ai mund të jetë burimi ose jo burimi, referenca e fesë në atë vend. Dhe unë shkoj godas referencën e fesë në atë vend. Domethënë gjithë fenë që këta njerëz e kanë marrë nga ky person, unë e vej në dyshim, që s'është normale, as nuk është Islam. Hoxh, Zoti shpëlbeft për gjithë argumentet dhe gjithë kohën që na kushtuat. Amin edhe ju, Zoti shpëlbeft. Dërmiq, folëm për bidatin, këtë koncept mjaft të rëndësishëm dhe të shtrirë ndoshta në të gjitha elementet e fesë dhe të jetës, si duhet ta trajtojmë dhe si duhet ta shohim. Zoti shpëlbeft që na ndoqët mirë ta takofshim.